Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Të nderuar televizionistë të televizionit Koha, mirë se vini në emisionin Mesazhe Ramazani 2025. Gjendemi në qendrën e hifzit, më saktësisht në muzeun e Molla Mahmud Efendiut, ku pamjen cilën e kemi prapanesh janë gjërat me cilën ka vijuar mësim besimin me talebet e tij Molla Mahmud Efendiu. Musafir e kemi hoxhën e nderuar Abdurrahman Aslanin dhe me të nderuarin do të bashkëbisedojmë me qëse jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, që ndryshe edhe njihet si muaj i Kuranit, pikërisht do të bisedojmë për Kuranin. Hoxhë nderuar, mirë se vini. Mirë, faleminderit. Mund na thoni fillimisht definicionin e Kuranit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salatu wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa fiqhan fi ddin ya karim. Lidhur me definicionin e Kuranit, kemi shumë definicione, por ne do të përmendim një definicion pakës më të shkurt ashtu, do të thonë se edhe më të vërtet ky pyetje është shumë me rëndësi, sepse ne e hasim për shembull me besimtarët, nuk e kanë qartë se ç'është Kurani. Po thot është në Kur'an apo është, do të thonë hadithin e mund ta quajnë Kur'an, Kur'anin hadith, edhe kështu do të thonë, ose do një ngjarje mund ta quajnë, do të thonë gjë se është në Musaf, Kur'an, prandaj do të thonë duhet qartë çdo besimtar ta di se ç'është Kurani. Pra Kurani është e fjala Allahut xhaleshanuhu e zbritur në gjuhën arabe, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet melekut Melaçes Xhibrilt. Leximi i të cilit është ibadet, do të thonë kur njeriu e lexon, pa marrë parasysh a e kupton, as e kupton, ai do të thonë ka sevap, ka ibadet, është do të thonë adhurim i bën Allahut xhaleshanuhu, kuptohet do të thonë i sfidon. Kurani i ka sfidu dhe i sfidon deri ditën e gjykimit, deri në fundin e jetës, në sipërfaqen e tokës, gjithë njerëzimin. Po ashtu edhe xhinët, që ata të sjellin qoftë edhe një ajet më të shkurt, do të thonë i ngjashëm, do të thonë me Kur'anin. Pra Allahu xhaleshanuhu i sfidon ato në Kur'an dhe Kur'ani do të thonë normal përfshihet prej surës El-Fatiha deri te surja En-Nas. Do të thonë kjo është Kur'an. Fjala Allahu xhaleshanuhu. Kur jemi te fjala Allahu xhaleshanuhu, të përmendim se Kur'ani, krahas asaj që është ligj i Allahu xhaleshanuhu për njerëzimin, është edhe një shkak apo një faktor i cili është i mundshëm që të përmirësoj zemrat e njerëzve, si dhe t'i shëroj ato nga smundjet e ndryshme. Sepse njeriu nuk ka smundje vetëm të jashtme, që i thonë smundjet fizike, por ka smundje edhe të brendshme. Edhe këto të brendshmet janë më të rrezikshme se ato të jashtmet. Sepse njeriu zakonisht prej atyve smundjeve të jashtme, do të thonë është më i kujdesshëm, nuk i bën qoftë për shembull prej autoritetit apo largohet më tepër prej atyre, ndërsa me smundjet e brendshme, të cilat janë si viruse ato, adhat shkatruese, ato nuk duken, edhe ai ka ato, pastaj në veprimet e tij ai i reflekton ato. Mësimi i leximit të Kuranit a është obligim për çdo besimtar? Desha të them para kësaj, do të thonë edhe diçka tjetër. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an thot: "Wa laqad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum." Dhe juve u ka ardhur një këshill prej Zotit tuaj. Ja ayuhan nas, e fillon Allahu xhaleshanuhu, ja ayuhan nas qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum. O ju njerëz, do të thonë për gjithë njerëzimin, për mbar njerëzimin,
Edhe prandaj sfidimi është edhe do të thotë për të gjithë. Gjithë njerëz. Edhe ja'atkum maw'idhatun min rabbikum, këshill nga Zoti juaj. Do të thotë çdo kush, çdo krijesë në këtë sipërfaqe, do të thotë është krijesa e Allahut xhaleshanuhu, edhe ai që e beson, edhe ai që se beson Allahun xhaleshanuhu. Prandaj thotë min rabbikum, prej Zotit tuaj. Pastaj thotë Allahu xhaleshanuhu e vazhdon wa shifa'un lima fi sudur, dhe është ki Kurani është shërues apo përmirësim i zemrave tuaja. Pastaj thot wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, është udhëzim, mëshirë për besimtarët. Domethënë ata që e besojnë këtë, për ata është mëshirë, edhe domethënë është shpërblim tek Allahu xhaleshanuhu për shpëtimin e tyre. E tash t'i kthehemi asaj, domethënë se e ka për obligim çdo kush prej besimtarëve të mësoj Kuranin, leximin e Kuranit, apo edhe pjesërisht domethënë të di nga Kurani në mend. Shqyrë sa interesant, Allahu xhaleshanuhu e ka bërë që shtylla më kryesore, që është e namazi. Domethënë, pa më lexu Kur'an, mos quhet ai namazi. Domethënë, detyrimisht çdo besimtar me fjalë tjera e ka për obligim që së paku të mësoj Fatihan, është domethënë me këtë fillohet edhe Kurani, edhe disa sure mundësisht domethënë të shkurta, që kjo është minimumi. A kuptohet domethënë se maksimumi është deri kur të mësoj hafizi Kuranit, për shembull bëhet. E tash, pra e përmendëm se domethënë njeriu nuk i quhet namazi nëse nuk lexon Kur'an. Edhe prandaj kjo do të thotë se patjetër çdo besimtar e kupton, apo se kupton atë, duhet patjetër ta lexoj Fatihën, ta mësoj edhe disa sure të shkurta. Këto unë mund të shfrytëzoj rastin edhe të përmendi atë se edhe të gjithë ne besimtarët e kemi për obligim që ne t'u mësojmë fëmijëve tonë, t'i çojmë nëpër mektebe, apo t'u mësojmë edhe përmend Kur'anin, që le ta shohim dhe ta përmendim se a thu, domethënë pse ne duhet të kemi kujdes që të mësojmë sa më tepër prej Kur'anit. E para më e rëndësishme, kryesorja për namazin cilin e ka obligim çdo besimtar. Normal. Pastaj normal domethënë sa më shumë të mësoj, aq më mirë është për atë. Shumë shkaqe që kemi, të cilat na bëjnë që ne ta mësojmë përmend Kur'anin apo leximin, spaku domethënë leximin. Kemi për shembull rastin se ne nëse e mësojmë Kur'anin, qoftë me lexim apo përmendsh, e ndjekim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në shembulltyrat e tij që na i ka dhënë. Nëse marrëm të analizojmë, do të shohim se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht e ka lexuar Kur'anin. Vazhdimisht e ka lexuar Kur'anin, por bile edhe ja ka lexuar edhe Xhibrilit Kur'anin. Xhibrili ja ka sjell Muhammedi sallallahu alaihi wasallam Kur'anin, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam edhe ja ka lexuar. Do të thotë se ka një hadith me Hazreti Fatimen, është me të vërtet shumë prek se ajo, thot në Bukhari dhe Muslim është hadithi, thot Hazreti Fatimja, një ditë për i ditëve baba im, në më thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, më përshpëriti në vesh. Edhe më tha, unë për çdo vit ja kam përsëritur Xhibrilit Kur'anin. Ndërsa në këtë vit, vitin e fundit, në më thënë, ja kam përsëritur 2 herë. Edhe mendoj se kjo do më thënë të regon se është fundi i jetës sime. Një transmetim tjetër të regon thëtë se kur ja ka thonë kështu, Hazreti Fatime ka fillu të qaje. E ka kuptuar. E ka kuptuar, do më thënë se do të ndahet prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Edhe Hazreti Fatimja fillon qaje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përsëri i përshpërit në vesh dhe i tregon mos qaj beja ime, se ti shumë shpejt do të vish pas meje. Domethënë nuk kanë kalu as 6 muaj apo disa muaj, edhe Hazreti Fatimja domethënë kalon në botën tjetër edhe bashkohet me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E tash, kur themi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë e ka lezu Kur'anin, pra kjo do thotë se edhe të tjerëve u ka mësu. Kemi shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shembull kemi një hadith ku dëshmohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka dhënë për shembull të lexojnë nga 10 ajete. U jep nga 10 ajete të lexojnë. Edhe ato i ka mësuar përmend që ato 10 ajetet edhe kanë ardhur ashtu domethënë thjesht te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thonë: "Ja Rasulullah, ne i mësuam këto 10 ajete, a do të na japësh tjera?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "A i gjetët ato ajete në jetën e përditshme tuaja?" Thotë jo. E thotë shkoni dhe gjeni në jetën e përditshme, domethënë praktikoni në jetën tuaj ato ajete, edhe pastaj ktheheni do t'u jap ajete tjera. Po ashtu kemi shkak tjetër që ne ta mësojmë Kur'anin, është domethënë edhe ajo se Allahu xhaleshanuhu, sidomos domethënë përmendsh, Allahu xhaleshanuhu e ka garantuar se do ta bëjë që ky Kur'an mos falsifikohet. Inna anzalnahu, ne kemi, është ajeti domethënë se ne e zbritëm Kur'anin do ta ruajmë. Dhe ne do ta ruajmë atë. E një formë e ruajtjes së Kur'anit është që nëpërmjet hafizave, domethënë e mësojnë përmendsh Kur'anin, edhe normal domethënë e ruajnë. Shiqoni Allahu xhaleshanu çka thot më në ajet kuranor. Thot Allahu xhaleshanu: "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir", dhe ne vërtet ne e bëm të lehtë Kur'anin. A ne e dim për shembull se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka ardhur Kur'ani, domethënë është gjersu pejgamberi sallallahu, do bile edhe është dridh. Allahu xhaleshanu do thotë ne e lehtësuam. Edhe më të vërtet, domethënë me lehtësimin e Allahu xhaleshanuhu bëhen domethënë që Kur'ani të mësohet përmendsh, dhe ju e dini të gjithë jo një libër, po një faqe të ndonjë librit ta marrësh për shembull ta obligosh dikon ta thot ashtu si është e pamundrishu asnjë shkronjë e pamundshme është. Akumbe për shembull hafizi i Kur'anit e lexon tër Kur'anin pa ndryshim. Edhe një hareke për shembull nuk e ndryshon. Kjo që nga të regonë, pas të ajeti vazhdojnë, thotë, "Fehel min muddakir", a ka disa spjegime të ajetit, thotë, a ka dikush një për aty spjegime vazhte, thotë, a ka dikush që është i gatshëm të mësoj atë, e unë të ndihmoj atë? Pra, kjo që ka të regonë? Kjo të regonë, do më thonë, se personat të cilat e mësojnë Kur'anin, e sidomos, do më thonë, përmenë që e mësojnë, ata personë janë të zgjedhur nga Allahu xhaleshanu. Domethënë, jo çdo kush mund ta mësojë Kur'anin përmendsh. Domethënë, janë të zgjedhur. Edhe prandaj ne domethënë i na mundu se e përmendën se jemi gjendina në qendrën e hifzit, domethënë Mulla Mahmud Efendiu. E bëm që domethënë kjo punë, çdo kush e di për punën e hoxhës, domethënë rahmetullahi alejh, e bënëm që domethënë edhe një qendër të hifzit i cili do të vazhdoj punën e hoxhës dhe mos ndërpritet puna e hoxhës. Inshallah shpresojmë që kjo punë domethënë të vazhdojë deri ditën e gjykimit. Inshallah, dhe të ketë bereqet. Nisoj si ka pas bereqet në kohën e hoxhës, edhe pse si hoxha ne asnjëherë s'e bëhona. Shumë e rëndë. Shumë e rëndë. A besoni domethënë ndonjëherë kushton një jetë e ka kushtuar domethënë. Ai va përmenda
edhe më herët se, domethënë, ka prijatim hafizlerëve që thonë se, domethënë, nuk më kujtohet, ndoshta një herë më kujtohet se mbas sabahit, mbas namazit sabahit, e kam thonë dersin. Për herë e ka thonë, domethënë, para sabahit, para se mu falë namazit sabahit. A namazit sabahit ju e dini verës sa herët është. Do të thote se hoxha e ka fillu, domethënë, një orë para sabahit punën e tij. Pra të arrihet puna e tij është shumë rand, po bëram spaku domethënë në hapat e tij, domethënë të shkojmë edhe të vazhdojmë këtë punë. Të përmendim edhe diçka tjetër. Allahu xhaleshanuhu, në fakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon, thotë se ne bën nxitje për mësimin e Kuranit apo për hifzin, domethënë të mësohet Kurani përmendsh, e përmendëm një shembull interesant pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë, si thoni shokëve të tij, thotë, në Ahlus Suffes. Ahlus Suffe janë disa njerëz të cilët nuk kanë pas strehim, kanë të varfër, edhe ata kanë qëndruar para xhamisë, atë domethënë e kanë bo si hije, kanë bo hije atë, domethënë, edhe kanë qëndruar atë janë ushqe, atë kanë fletur, atë kanë mësu, domethënë Ahlus Suffe. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh takohej me Ahlus Suffe ulej atë, edhe bisedonte, i ndante mendimet vetë. Edhe një ditë për ditëve u tha, si thoni ju, a dëshiron ndonjëri prej juve të shkoj në vendin e quajtur, ka domethënë në hadith përmendet, domethënë ai vendi është larg Medinës 100 kilometra, ku aty janë shitur devet e shtrenjta. Domethënë deve shumë të shtrenjta. Edhe thot të merrni atje, edhe jo në mënyrë domethënë që është haram, por me halal, do të lejuar të merrni 2 deve. A 2 devet atëhershme në atë vend, domethënë, ato më të vërtet kanë kushtuar shumë. Devet e kuqe, edhe të mëdhaja, pjatëve më të mëdhajave, edhe u thot, a dëshironi të shkoni? Normal ku u thot? U thot atyre që nuk kanë as strehim. Para mendoni, strehim nuk kanë. Nuk kanë ushqim. Muslimanët u kanë sjell ushqim për çdo ditë, domethënë të hanë atë diçka. Ato thonë, si jo, ja Rasulullah, ne jena të gatshëm për edhe duam shumë, domethënë të kemi diçka të tillë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka thënë, nëse doni të arrini një gjë të tillë, kjo i vjen domethënë sikur për shembull të posedojnë një vetur bogati që i thonë, apo Ferrari, në kohën e sotme. Më të mira. Më të mirave domethënë, Ashtu qenë, më thonë, normal, ashtu atë vlerë kanë pas. Edhe ende kanë domethënë çato devet që i përmendim, atë një vlerë shumë të madhe e kanë. A dëshironi? Thot po. Thot shkoni në xhami dhe mësoni 2 ajete. Kjo do të vleje më shumë se sa 2 devet që i përmendëm. Nëse i mësoni 3 ajete, paramendoni, i mësoni 3 ajete, atëherë më shumë se 3 devet që i përmendën. Edhe nëse mësoni më tepër, edhe kështu me radhë, më thënë 4, edhe kështu me radhë. Pra, kjo është një nxitje prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ne besimtarët të mundohena sa më tepër të mësojmë, të lexojmë Kur'anin, të mësojmë Kur'anin, por edhe të tentojmë me hifz. Ta memorizojmë Kur'anin përmendsh, sepse është një formë që garantuese, të cilën e ka garantuar Allahu xhaleshanuhu se unë do ta mbroj. Domethënë normal në forma ndryshme Allahu xhaleshanuhu e mbron Kur'anin nga falsifikimet. Tash ka edhe diçka, domethënë tjetër mund të përmendim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, prej mirësisë Allahu xhaleshanuhu është se Allahu xhaleshanuhu i ka nderuar njerëzit të cilët janë pleq dhe njerëzit të cilët e mbajnë në mend Kur'anin. I ka nderuar Allahu xhaleshanuhu. Special domethënë nderu ka dhënë Allahu xhaleshanuhu, por kuptohet ata të cilët e mbajnë në mend edhe e praktikojnë normal domethënë Kur'anin. Pra edhe kjo është një nxitje domethënë për mësimin
e Kuranit. Nëse vërim në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë merita u ka kushtu hafizve. Domethënë atyre që mësojnë Kur'anin përmendsh. Ja për shembull në luftën e Uhudit. Domethënë dihet se në luftën e Uhudit edhe hafizler shumë janë vrarë. Ka shku shahid. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pyet: kush është prej këtyre më mirë që e ka lezu Kur'anin dhe më tepër që e ka mbajt në mend? Edhe ata i ka fut në varë, në më thonë, ma special apo të parat. Ja vetë shumë. Po, edhe prandaj, edhe në namaz, për shembull, ju e dini, në më thonë, në xhami, kush duhet dale imam? Duhet dale imam ai i cili e lexon më mirë Kur'anin. Po ashtu, mund të përmendim edhe atë se Allahu xhaleshanuhu i ka veçu ata të cilët mësojnë përmendsh Kur'anin dhe në një hadith thot se ata janë njerëz të veçantë. I ka zgjedhur Allahu xhaleshanuhu ata. Thot në një hadith: inna lillahi ahlin minan nas. Allahu xhaleshanuhu ka disa njerëz të cilët i ka miq të tij. I ka miq Allahu xhaleshanuhu. Ju e dini se kur presim ndonjë mik, çdo gjë që kemi më të mirë mundohen që afrojmë atij. Domethënë, kjo tregon se Allahu xhaleshanuhu, domethënë, ata do t'i gëzoj shumë në ditën e gjykimit. Pastaj thot, e kanë pyet sahabët, i thonë: ja Rasulullah, kush janë ata miqtë tu? A bën të tregosh kush janë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: qala ahlul Quran. Ata janë ata që e din Kur'anin. Dietarët të thonë, për çka bëhet fjalë to? A për ata që din të lexojnë Kur'an vetëm, apo për ata që din edhe në mend të kanë Kur'anin? Thotë kjo është vlerë për ata të cilët e din në mend. Domethënë janë hafizler. Po ashtu, lidhur me këtë, kemi për shembull një hadith tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot në ditën e gjykimit Allahu xhaleshanuhu atyre që e kanë mësuar Kur'anin në mend do të thuhet: ja xheneti ku është dhe lexoni Kur'an dhe ngriteni domethënë në deregje, në grada. Një grad, një dietare tregon thot sa është një grad. Një grad thot është sa pi tokë deri në qiell. Për mendoj. E tash thot, ata thot do të ndalen në gradat, të fitojnë gradat në xhenet me ajetin e fundit që do ta lexojnë. Po nëse e marrën për shembull një hafiz, për shembull i cili me të vërtet po e din këtë Kur'anin në mend, edhe e lexon bukur me tajvid, ai do të thonë nuk do të fitojë shumë. Është rënd të llogaritë. Po, është normal do të thonë. Shumë do të fitojë. Pra, kështu do të thonë, është sa i përket vlerës së Kuranit. Do të kthena pak më lart kur e përmendet leximi i Kuranit, për të mësuar leximin e Kuranit, besoj që intereson edhe xhamatit tonë, cilën e kene. Ka për atyre që mësojnë përmendsh disa pjesë ose sure të shkurta për namazin e nevojshëm, obligim që e kanë me shkronja latine. A mundet ta mësojnë kështu edhe ta praktikojnë nëse nuk kanë mundësi ta mësojnë në gjuhën arabe? Normal do të thonë se disa sqarime. Ju si e dëgjoj, do të thonë se këto fjala është do të thonë te definicioni, do të thonë Kurani ka zbritur një gjuhën arabe. E tash normal do të thonë lejohet ajo gjë. Lejohet, por do të thonë kërkohet që ta mësoje do të thonë në gjuhën me shkronja arabe. Pse? Sa e mund ta mësoje në mungesë, për shembull, nuk di krejt të lexojnë, në mungesë do të thonë do të marrë dhe ta lexoje. Po ne për shembull e kena merrena me mësimin e nxënësve, a besoni kur vin nxënës për shembull te ne e ka mësu marron për të përmisu e ka që e ka mësu prej nonës. Se sa ta mësoj për fillim. Dhe më thënë e ka mësu nga trume. Normal se
me shkronjat latine, domethënë ka probleme. Ka mungesat të çmimit, mungesat e rregulla, mungesat e shkronjave, edhe disa shkronja nuk janë, pastaj disa... Mirë, po nuk e justifikon se do të lihet namazi edhe mos të pjesë. Thotë çka, domethënë normal, domethënë derisa ai ta mësoje ashtu si duhet, prej dhe një hoxhës, është edhe një, domethënë një propozim është i mirë, për shembull më mirë është e merrat ilmi halin, normal që është me shkruajtur me shkronja latine, edhe pastaj shkon te një hoxh. Te një hoxh shkon edhe i bën ato përmirësime. Pra, gjithsesi, ai nëse nuk e di, dhe marrë atë me shkronja latine, por, domethënë, ai duhet shkruajt te hoxha ta përmirësojë atë. Sepse, nëse marrëm për shembull, kështu pakës ma të analizojmë, ka dietarë të cilët thonë se nëse nuk e lexon elhamin, leximi i elhamit i Fatihas kërkon domethënë disa rregulla. Ashtu si duhet, domethënë nuk quhet namazi. Larg asaj, ne nuk u thona, domethënë brenda mundësisë çdo gjë, është sidomos ata që nuk janë arab. Ne për shembull nuk mund të kërkojsh prej shqiptarëve diçka domethënë që është e pamundshme. Ashtu si e mëson, ç'ashtu domethënë, por fjala është mundohet të tentoj që ai të bëjë sipas mundësive të bëjë përmirësim. Domethënë të ative përpjekja do të jetë maksimale. Duhet patjetër se e pa domethënë para Zotit do të bësh përpjekje para. Ju falenderojmë shumë, më të nderuar, na dha disa informacione shumë të rëndësishme për krejt xhamatin tonë, për krejt ata shikuesit. Zoti t'ju shpërblej. Amin, kredi. Zoti t'japë jetë gjatë, shëndet inshallah. Edhe shumë suksese në të tjera të cilën e bëjnë. Të nderuar teleshikues, ju urojmë agjerim të lehtë, pranuar dhe ju falenderojmë që ishit me ne. Jemi në fund të emisionit, deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.